një të tërë ginekolog, në pas kaq vitesh, si e shihni këtë profesion? Do ta kishit zgjedhur përsëri? Unë do të hap kështu. Ky është profesioni më i bukur në botë. Ka profesione nga gjitha. Unë, për shembull, mund të isha eskavatorist duke punuar në rrugën e Arbrit. Por ama, mjeku ka një gjë. Mjeku duhet të jetë i veçantë. Mjeku duhet të ketë një fizionominë e vetë, duhet të ketë intuitën e vetë, duhet të ketë respektin, dashurin, humanizmin dhe në fund empatin për njeriun. Dhe mundësisht të gjithë halët e vetë t'i lërë mbrapa krave dhe mundësisht të shkoj me duar të ngrohta ka i smuri, sepse i smuri ose shëndeti më mirë them është pasuria më e madhe e njeriut. Kështu që mjeku është i veçantë. A ka sot këtë e gjejmë empatin tek mjekët sot? Urdhë? Empatin që ju përmendët. E gjejmë sot tek mjekët apo është zgjetur? Unë po ju them një gjë. Unë jam bërë mjek nga mamaja ime. Unë kam jetuar në Leprak, kam pasur baban tim nga Përmeti, unë jam përmetar, maman time kisha nga Skrapari, dhe 3 motra. Dhe unë isha i madhi. Dhe natyrisht me pak vështirësi, unë mbarova fakultetin e mjekësisë, po që në kohën e fakultetit mjekësisë, mamaja ime në atë kohë ishte në menopauzë. Dhe unë isha student, natyrisht nuk i kisha idenë si që është menopauza tani, dhe koha përpara ka qenë çik më ndryshe. Sa arrit një moment dhe baba i më tha, do të shërojmë ne maman tënde, po jo, se ka shumë shqetësime, kishte pa gjumësi, kishte afshet në zetat, tëra problemet që ka menopauza. Dhe që në Francë i thoshin stuhia hormonale, ose klimaksi. Dhe në këto momente, mamaja ime donte që unë bësha mjek pa tjetër. Dhe baba ime ka thënë një fjalë shumë interesante, që do t'ja u them sot. Ditën që mora diplomën, unë kisha dhe gjyshin gjallë, ditën që mora diplomën, gjyshin më hapë portofolin në zorit sa që ndarka dhe tha, të bëjmë në një gjë. Dhe baba ime më mblodhi dhe më tha 2 fjalë. Dëgjoj, tani që dole mjekta, unë do të them një fjalë të mbashmën derisa ti është gjallë. Ti tha origjinën e ke fshatar i Varfër, nga Gosnisht i Përmetit. Supin, dorë në sup do t'ja vësh të gjithë njerëzve për të ndihmuar, por asnjëherë mos harro origjinën nga ke ardhur. Dhe e dyta, të lutem, koka i dhe mjesoj dhe punëtorit dhe ministrit. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Besoj me këtë parull të babait keni ecur dhe ju ka shoqëruar gjithë jetën në punën tuaj. Dhe unë përfundimisht pas pak vështirësive kam shkuar në fakultet me 3 muaj vonesë, sepse nuk më dilte drejt e studimit. Dhe kur shkova, kur ngjita shkallën e parë të tërë më dukun si filozof, por edhe mas 3 muaj. Dhe kur mborova mjek, me thënë drejtën, nuk kisha ginekolog, nuk isha caktuar ginekolog, kisha caktuar për mjek neurolog në një klinik në vend të një doktoreshe që u bë profesoresh në universitet, Luldieta Leshi, unë thura vendin e saj. Por më vonë, mbas një disa muajsh, një vit i kështu, drejtori maternitetit kërkon të djem, i kishë shkuar 5 goca për specializim, edhe aji po ndihte gruan e shefit kuadrit të komitetit ekzekutiv. Dhe tha, gruan e ke mirë, zëmbra e fëmijës është mirë, është mrekulli, po unë kam i halë, qa, të dua 5 quna. Edhe aji tha, ik në spital me qitë dur, sepse jam unë aji që të nëmbaraj. Edhe mua më mbori. Dikur kishit më shumë punë, për shembull, si mjek ginekolog, sepse kishte më shumë lindje. Po, unë nuk kishe shkuar mendja kur mua.